Vetë Allahu Xhaleshanuhu na thot se ai për ne është një dritë. Në një ajet në surën Maide na drejtohet për të na treguar të gjithë dhe për ta vlerësuar figurën e tij ku thot: "Qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin." Juve ju ka ardhur prej Allahut dritë dhe një libër i qartë. Libri i qartë patjetër dhe pa dyshim që është Kurani famëlart. Ndërsa drita e përmendur nga Allahu në këtë jetë është pikërisht profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ai jetoi jetë të pastër dhe të kulluar edhe para profecisë. Ai ishte monumenti i sigurt besimi. Jetonte të gjitha fjalët që thoshte dhe ishte besnik i fjalës së dhënë deri në imtësi. Jeta e pejgamberit e profetit tonë të dashur sallallahu alaihi wasallam ishte e tillë që jetonte sikur e shihte Allahun dhe me plot bindjen që në çdo moment, në çdo vend dhe në çdo çast është i mbikëqyrur dhe shikohet prej tij. Mesazhi i profetit sallallahu alaihi wasallam ishte për çdo kënd dhe për çdo gjë. Ai i dashuri ynë, mes pjesëtarëve të familjes, kryetar familje i pashoq, dhe kur ishte mes shokëve, ishte prijes dhe mësues i mrekullueshëm, një edukator i lartë.